ajo që quhet misioni i pejgamberëve të Zotit. Allahu i manduar nga kujdesi për neve ka dërguar pejgamber, mësues, që të na mësojnë orientimin dhe kohën. Ka duhet shkuar. Dhe mësimet e këtyre pejgamberëve në shumë pika kanë qenë unike, por kanë dalluar në disa pika. Do të thotë si pasojë e dallimit në kohë dhe rrethana që kanë jetuar dhe vende. Derisa erdhi i dërguar i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu e bëri të dërguar të fundit. Dhe rrëdhëvesh nga kjo i dha, do të thotë i dha shpallës së tij, do të thotë cilësi dhe karakteristikat apo të mjaftueshme që të jetë i përshtatshëm për çdo kohë dhe për vend. Do të thotë nuk ka nevojë pas këtij pejgamberi të sillet pejgamber tjetër. Nga se do të thotë është kjo shpallje është e përshtatshme për çdo kohë dhe vend. Dhe kur këtë është e gjithdijshme, do të thotë është e mjaftueshme. Në çdo të shikojmë në misionin e pejgamberëve, çfarë na mësuan këta pejgamber? Për çfarë ardhen? Do të shohim se qëllimi kryesor i misionit të tyre dhe ku ata të gjithë kanë qenë unik në këtë thirrje është pika që përdoren për të. Jeni krijuar për ta adhuruar Zotin, mos u habet dhe mos gaboni. Gjithë kanë pas të mision. Të gjithë këtë mision e kanë pas. Të gjithë këtë mision. Nuk ka pejgamber që ka ardhur në tokë e që i ka thonë njeriut apo harroja Zotin. Mjafton ty kjo, s'ka kështu. Të gjithë kanë ardhur me e kujtu njeriun apo se mos e harro Zotin. Nuk ka pejgamber në tokë që ka ardhur të njeriut mos harro me ongër bukë. Nga se nuk ka nevojë. E dinë këtë. Këtë ndjenjë e ka rënjos Allah nga brana. Apo, dhe një s'ka në dikush më thonë se duhet më marrë oksigjen. E ka mësua Allah vetë. Apo, madje e mësën Allah xhallahu ala pa ndihmën as kujt. Sikur se e mësën fushin. Posa të del nga barku i nënës, thith oksigjen. Kush e mësoi? E kërkon ngjyrën e nënës tij për ta thithur. I përshtatet çumsin e nënës së tij. Kush e mësoi kështu? Kush e mësoi organizmin që të mjaftohet me qumsht? E pas një kohë të caktuar, i njëjti qumsht, i njëjti fëmijë, pas mjaftohet tash. E çka ndryshoi? Kush e mësoi? Allahu xhalla xhelalu. Andaj për atë që ka rënjos Allahu në zemrën e njeriu, që të ketë kërkesa për gjërat elementare të jetës, nuk e nor për të pejgambert. Se s'ka nevojë. Këtë Allahu e ka kryer vetë. Ndërsa atë që ka dashur me rënjos ekskluzivisht në zemrën e tij, për të treguar se kjo është e rëndësishme për këtë kjo, se këto tjerat janë mjete dhe ti këto i din hiç pa mësues. Nuk duhet për këtë mësuesi. Për të s'ka nevojë të shkosh në shkollë. A ne për të që s'ka nevojë të shkosh në shkollë, s'janë tek më shumë interesante apo. Mësimet më interesante janë në shkollë, jo në rrugë. Ato që mëson fëmia vet, ato janë interesante, nuk mund të më lëvdu me to. Ama mësimi i shkollës është interesant. Edhe këtu mësimi i pejgamberit është interesant. E çka erdhën këta më na tregu? Këta do më tregu se për këtë na krijuar.